Përshëndetje të nderuar nxënës. Pra sot që njësi mësimore kam zgjedhur disiplinën e drejtkëndshit. Njësia mësimore ndodhet në librin e klasës 7. Ta fillojmë pa humbur kohë. Drejtkëndshi në vizatim është i gjerë, pra gjatësinë e ka 5 cm, ndërsa gjarosinë 3 cm. Pra në vizatim shohim se në brendësi mund të vendosim 15 cm katror. Pra siprina është 15 cm në katror. Nëse e ndajmë në 5 pjesë në anë e gjatësisë dhe në 3 pjesë, pra i shumëzoni këto 5 herë 3, që i bie 15 cm në katror. Në të vërtetë mund të shohim se ka 3 reshta me nga 5 katror. Se cili me brinj me gjatësi 1 cm. Pra, për të njësuar siprinën e drejtkëndshit mund të përdorim shumëzimin 5 herë 3, që i bie 5 herë 3, 15. Siprina e drejtkëndshit në fjalë është 15 cm në katror. Nëse marrim një drejtkëndsh me dimensione 4 cm dhe 2 cm, atëherë lehtësisht në njëjtën mënyrë siç e punuam paraprakisht, i shumëzoni gjatësinë dhe gjerësinë 4 herë 2 8. Siprina është 8 cm në katror. Ja pra, 4 herë 2, 4 8 cm në katror. Pra e vërtetuam atë që e thamë. Nëse gjatësia e drejtkëndshit është A, ndërsa gjerësia është B, A-ja dhe B-ja janë çfarëdo numra natyror, ja për shembull, gjatësia A, gjerësia B, e këtij drejtkëndshi të verdhë, atëherë siprina është prodhim i gjatësisë dhe gjerësisë. Pra siprina e drejtkëndshit është siprina barazi A herë B ose AB. Pra prodhimi i gjatësisë dhe gjerësisë na jep siprinën e drejtkëndshit. Pra duhet të mbajmë mend se njësitë mase duhet të jenë të njëjta për të shumëzuar. Pra nëse janë centimetra edhe gjatësia edhe gjerësia duhet të jetë centimetra. Nëse gjatësia janë centimetra, atëherë siprina është centimetër në katror. Nëse gjatësitë janë në milimetër, atëherë siprina është milimetër në katror. Dhe nëse qoftë se gjatësia dhe gjerësia janë në metra, atëherë siprina është në metër në katror. Të shohim përmes shembujve. Njëso siprinën e drejtkëndshit të dhënë, drejtkëndshat nuk janë vizatuar në madhësinë e njëjtë. Ja pra, drejtkëndshin në A, gjerësinë ka 7 cm, ndërsa gjatësinë 7 cm. Siprina e këtij drejtkëndshi është, tham pak paraprakisht, A herë B, siprina. Pra A-ja ishte 4 herë, B-ja ishte 7, 4 herë 7, siprina e këtij drejtkëndshi është 4 herë 7, 28 cm në katror. Të shohim në B, siprinën e këtij drejtkëndshi të gjelbërt i dhanë në milimetra, 9 mm gjatësinë, ndërsa gjerësinë 8 mm. Siprina do të jetë prodhimi i gjatësisë dhe gjerësisë A herë B, që në rastin tonë konkret është 9 mm herë 8 mm, 9 herë 8. Pra siprina është 72 mm në katror. Domethënë pasi që njësitë mase janë në milimetra, atëherë zgjedhja do të jetë në milimetra në katror. Ta shohim shembullin e dytë, drejtkëndshi ka gjatësi 9 cm. Siprina e tij është 54 cm në katror, sa është gjerësia e drejtkëndshit. Pra në këtë shembull është dhënë vetëm gjatësia dhe siprina, të gjejmë gjerësinë. Pra ne e dimë se siprina është A herë B, atëherë kjo ishte formula për njësimin e siprinës së drejtkëndshit. Në vend të A shkruajmë 9, në vend të B shkruajmë B, se nuk është e dhënë, në vend të siprinës zaventësojmë
54. 9 herë sa bën 54, pra bëj është 54 pjesëtim për 9 që nga tabela shënëzimit e dim se bëja është 6, pasi që 6 herë 9 bën 54, pra gjërësia e këtij dërtkonshi e gjetëm ishte 6 cm. Pra nga libri në faqen 249, detyra 1 dhe detyra 3, nga libri i matematikës për klasën e 7, i keni në faqen 229 detyrën 1 dhe detyrën 3. Pra në detyrën 1 i thot njëso siprinat e drejtkënshave të dhënë. Shuaj edhe njësit mase të zgjedhjeve. Ja si duken detyrat në libër, në A 4 cm dhe 3 cm gjatësia, në B 6 cm dhe 6 cm, në C 8 mm me 4 mm dhe në Q 3 mm me 9 mm. Detyra e parë duket në këtë formë në libër, të mundoheni të punoni në njëjtën mënyrë si që i punuam ne në mënyrë të pavarur. Mund të ndihmoj detyrën në A, për shembull, siprina ishte 4 herë 3, 12 cm në katror, tjerat punoj vetë. Detyra e tretë, muri drejt këndor ka gjatësi 3/2 metra, dhe lartësi 2/4 metra. Sa është siprina e murit? Ja një mur i dhënë me dimensione 3/2 metra dhe lartësi 2/4 metra, nuk e dim siprinën e këtij murit, atëherë lehtësisht e punojmë duke e njësuar, shumëzuar 3/2 herë 2/4 dhe gjejmë siprinën e murit të kërkuar me anë të formulës gjatësia herë gjërësia.